Dasma e Luana Haradinajt ka sjell një atmosferë të veçantë feste dhe emocionesh në Glogjan, aty ku historia familjare ndërthuret me momentet më të rëndësishme të jetës personale. Djali i heroit të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Shkëlzen Haradinaj, i ka dhënë fund beqarisë, duke kurorzuar dashurinë e tij me partneren, Anilën, në një ceremoni që ka tërhequr vëmendje të madhe publike dhe mediatike. Çifti ka zgjedhur që këtë kapitull të ri ta nisë pikërisht në kompleksin e familjes Haradinaj, një vend me domethënie të thellë historike dhe emocionale. Kjo hapësirë nuk përfaqëson vetëm një banesë familjare, por një simbol të qëndresës dhe sakrificës për liri, aty ku u rrit dhe u formua me ndjenja të forta detare, babai i dhëndrit, i cili dha jetën për Kosovën. Në këtë sfond të veçantë, Luani dhe Anila realizuan edhe një fotosesion të paharrueshëm, duke përjetësuar fillimin e jetës së tyre bashkë. Për realizimin e këtyre kujtimeve është përkujdesur fotografi i njohur Nori Kuka, i cili ka ndarë disa nga momentet më të bukura në rrjetet sociale. Në fotografitë e publikuara, çifti shfaqet i buzëqeshur dhe i lumtur në harqet karakteristike prej guri të kullës së Haradinajve, duke reflektuar një kombinim të traditës dhe elegancës moderne. Postimi i fotografit u shoqërua me një mesazh domethënës: nga ajo që kemi qenë, drejt asaj që po bëhemi, bashk Luan dhe Anila Haradinaj, një përshkrim që përmbledh në mënyrë simbolike rrugëtimin e tyre. Ceremonia e dasmës e organizuar në ambientet e kullës së Haradinajve u karakterizua nga një ndërthurje e bukur e traditës shqiptare me elemente bashkëkohore. Atmosfera festive u shoqërua me muzikë tradicionale, valle dhe një pjesëmarrje të gjerë familjarësh, miq dhe figurash të njohura publike. Një vëmendje të veçantë morën edhe paraqitjet elegante të zonjave të familjes Haradinaj, Anita Muça Haradinaj dhe bashkëshortja Ramush Haradinajt, e cila u shfaq me një veshje në nuancë të gjelbër, e cila kombinonte në mënyrë harmonike finesën me traditën. Fustani i saj i gjatë, i zbukuruar me detaje të arta dhe i plotësuar me aksesorë të zgjedhur me kujdes, krijonte një paraqitje të rafinuar dhe shumë elegante. Nga ana tjetër, Lola Haradinaj, bashkëshortja e deputetit Daud Haradinaj, tërhoqi vëmendjen me një fustan roz me prerje moderne dhe stil glamoroz. Me flokët e kapura dhe një stil minimalist në aksesor, ajo e la veshjen të ishte në qendër të vëmendjes, duke reflektuar një pamje të freskët dhe festive. Pamjet e publikuara në rrjetet sociale tregojnë dy zonja duke vallëzuar në ritmet e muzikës tradicionale shqiptare, duke shtuar edhe më shumë gjallëri dhe energji pozitive në atmosferën e dasmës. Ndjekësit kanë reaguar gjerësisht, duke vlerësuar jo vetëm stilin e tyre, por edhe thjeshtësinë dhe natyrshmërinë që ato përcollën gjatë festës në familjen Haradinaj. Një moment i veçantë dhe shumë domethënës i kësaj dasme ishte edhe prania e invalidit të luftës, Shpëtima Gusholli. Ftesa e tij në këtë ceremoni familjare u konsiderua si një akt respekti dhe mirënjohje ndaj sakrificës së tij gjatë luftës në Kosovë. Ky gest nga familja Haradinaj u vlerësua lart nga opinioni publik, duke reflektuar vlerat e solidaritetit dhe respektit për ata që kontribuan në lirinë e vendit. Dasma e Luana Haradinajt nuk ishte vetëm një ngjarje familjare, por edhe një manifestim i lidhjes së fortë mes traditës së historisë dhe brezave të rinj. Ajo solli në një vend kujtime të së kaluarës dhe shpresat për të ardhmen e Kosovës, duke e kthyer këtë ditë në një moment të paharrueshëm. Si në prekazat e më jashari, pasaj madhak puni jam mori, por e athu kush, o saj lufe i prini, besa komandan, Ramush Haradinaj.